Teksa qytetarët e Tiranës përballen me krizën për vend parkime, parkingjet private po shihen së fundmi si një alternativë e mirë. Kjo zgjidhje vjen ndërsa përballja me mungesën e vend parkimeve në lagjet e Tiranës është kthyer në një mak të vërtet. Ndërpo veç hapësirës që ofrojnë, parkingjet private shoqërohen me kosto për shumë nga drejtuesit e mjeteve, të cilët duhet të shtojnë edhe këto tarifa në shpenzimet e tyre të përditshme. Një vëzhgim i kryer në terren nga CNA ka evidentuar se tarifat ndryshojnë nga një parking privat në tjetrin dhe varen nga disa elementë si frekuentimi në zonë, orët e qëndrimit, por edhe kushtet e tjera që mundsojnë këto biznese. Po ashtu edhe konkurenca e parkingjeve private duket se ka ndikuar në çmime, që gjithsesi mbeten të larta. Të gjendur vazhdimisht mes kaosit dhe trafikut, shërbimit jo cilësor të transportit publik dhe mungesës së varianteve të tjera, qytetarët po preferojnë të lëvizin me automjete, duke krijuar këtë varësi ndaj përdorimit të tyre, që i përball edhe me vështirësinë e gjetjes së një vendi për të parkuar, ndërkohë që vjojnë punën apo aktivitetet e tjera që i detyrojnë të lëvizin nëpër Tiranë. Tani më për shumë qytetar, parkimi nuk është më vetëm një çështje komoditeti, por edhe një kosto shtesë që ndikon drejt për drejt në buxhetin e tyre mujor.